Dhe për buxhetin, në analiza bojnë gabime shumë të mëdha, po nuk është xhepi ti i një kryetari i komunës së kryeministrit. I dihet shumë për faleminderës kur shpërndan buxhet. Këto është ky dallimi, është para tatim paguesve. Dhe por në këtë afekt marrin edhe vota njerëz. Ne kemi një problem, mendoj që në shoqërinë tonë kemi krijuar kandidaturat, showbizit, sportit, njerëzve që ju kanë fut politikës. Për të fitu vota? Po, këta kem, po mirë, po kualiteti çfarë vjen në legislaturë. Në çdo legislatura që vjen është më adopt. Dhe në këtë problematikë mendoj që për mos me ikë pyetja ju ose pa, sot mendoj që ka qenë një takim që prolongon. Mund është dilematike për juristave tonë të sqarohet, ku ka sqarime me anim dhe jo balans nuk del mirë. A ka drejt mandatin e dyta merr emri përveçshëm i njëjtë. Kurte. Është mendoj që mund të jetë çështje ligjore që mund të atakohet. Mirë po në mesashon qoftë se gjitha partitë kanë një dëshirë të dalin në mejdan prap, që unë besoj që nuk do të lunë rezultati shumë, nga se gjitha këto shpërndarje nga vendimet e qeverisë, ne mund t'i kritikojmë tër ditën, po tek votuesit e qytetari sa ka efekt. Aja percepton besoj në mënyrë të ndryshme. Po, edhe unë tash më herët. Jo si ne. Po. Ai thotë që ai ka shpërndar. Po. Që de facto nuk ka shpërndarje. Ka ku me analizuar, tatim paguesit. Si ka intelektin e duhur por mendoj që një vend, zonja Mavriqi, një vend ku ka probleme të mëdha edhe kaos politik. Normalisht që ka pasojë edhe për zhvillimin social-ekonomik. Dhe mendoj ne kemi hyrë në këtë cikël të një zhvillimi të mbrapsht, i cili fragmentimin e forcave politike rrezikon edhe ato interesat shtetërore. Ne mendojmë që fjala vjen se njerëz ku nuk kanë ku dhon ide, inovacion, hy internacionalizmi dhe qesin kapuqin e bardhë. Dhe tashti ky maskot e tillë neve na kushton. Ne nuk kemi inovacion. Ne jetojmë në një kohë kur problematika kualitetit në institucione, po besa edhe në parti politike, është e vëbekt. Ade dikush mund thëtë, ky person po shqip ka veç zi. Jo, unë kam, po du të them që ne problematike ne kemi kriju kohë gjatë, nuk është e sodit jo. Mirë po në droj që edhe generata që vinë do të përballëm në këto problematika. Kanë mi vujt pasoja atuni. Nga se jo bre nuk ka, shef, ade po përkthejnë ndryshe, po e bojnë komentim, interpretim. Po mirë, kush i del para Albin Kurtit? Kush i del? Po kjo është problemi që, shef, Mirate, a do me thonë nuk ka njerëz? Jo, nuk e kam fjallë, jo, e kam mirë ma serioze. Partitë opozitare kalkulimin. Për shembull ke pas shumë thymi e kështu, ose një lloj qefi që në votën popullore kem shku e kaq, partia 2, 3, 4. Po. Mendoj që kalkulën keq. Se në Kosovë tradicionalisht zgjedhjet lokale ndryshojnë për zgjedhje parlamentare. Dhe këtu tash ti hyn në lëm, pa i mund të thamë edhe Agolli ka dhënë një fjalë të mirë. Ai të mos i lodhim me këto citate. I mençuri ka përse lumin, por i marri ka përse lumin, po mytet e pru. Dhe kjo ajo sentenca që do kemi të lashe prap, me qenë se unë besoj që opozita, ose ish opozita so gabim, sot s'ke mas opozita so opozit, po ish opozita ka bo një gabim fatal, që nuk ja kam syje për formimin e qeverisë. Tash, a nuk kanë guxu? Shefun e thamë shpesh se merrna me tema tjera, sot do më keni garkue këtu me... E di që në një përgjë politikë. Arabët e kanë një ankth nga Izraeli. Mu më duke që partitë opozitare në Kosovë kanë njëjtin ankth nga Kurti. Mirë, po ju tha që ish opozita ka bo gabim që se ka formu qeverin, ka bo gabim që su bashku me Kurti me formu qeverin, a veç vetë? Po të qofë se koncepti ju në është që jemi armiq, është... Opozita ka ankth prej Kurtit. Nëse ai që ka ankth le ta lejmë politikën. Politika është garë që dosh të gozimshme. Nëse nuk i gozim, le politikën.
shkorre e gjeni pun, dikun e me një rogë edhe... Garet mund shmës. Kajto, adin, e len këtë ballafaqim. Mirë po... Politika o garë e diskutimit, arene e diskutimit edhe e ballafaqimit. Po më lënë që po ndërprej, nuk po të ndërprej. Se veç do ashta me... Ishtë opozita ka qenë vete e shka për derdhur me njona tjetërën edhe kam vujt për një kompleksi që nëse na bohëm bashk, prap kena mu paragjyku, kena mu gjyku prej të tjerve. është desh bashk mu bo ish opozita e kalume, a njona për partive ish opozitare me shku me kurti. Këta ka bo kalkulimin gabim. Po këta se na pindojna i kena 3 parti. Jo, këj bashkimi ndo njëherë... A ka bu gabim LDK? A ka bu gabim... LDK-ja me stadion ka deklaruar e që në do të bashkangjitën as me pjesën tjetër. E po qëto është shiri maj madh i LDK, se nëse nuk bashkangjitësh me vetëvendosjen atëherë, okej, u ljo dhe fol me tjertë dhe mos na le, qështu qysh na kelan për 8 muj. Që na partit, veç ne... Se ata me shkume e vërtet që LDK s'ka interes me shkume PDK-në, se me shkume PDK-në e hanë PDK-ja, dhe më thonë. Me shkume vetëvendosje se hanë vetëvendosja, dhe më thonë. Ambicet janë të mdha... Tash problemi është, tash nëse shkojnë PDK vetëvendosje, e fshin PDK. Kështu që, dhe më thonë... Jo, si di ku që fshin atë. E fshin PDK. Qëre, u konë një skeq aty në logikonomia. Dhe ne tha, njone për aty, tha, na veç pak me shti, tha, qëtu mongën, tha, në sofër, tha, tani... Po mirë, se, qëre, unë kisha dosh me diskutu në studio pak edhe për rolin e LDK-s me qenë se ka pas ftes, okej, mënyra ma e mirë që se që ju ka dërgu ftesa nuk ka qenë nëse analizojmë, po nëse LDK blokan as me opozitën, as me partin e parë, atëherë duhet me diskutu pëse LDK po mbetet në mes edhe po mduket po i faturohet mas shumë ti, LDK-s blokada shumë ujoshe që e kemi tash. Kjo është vetë natyra dhe më thonë për kur ka vdek presidenti Rugova dhe ka met pa kry LDK-ja de facto. Dhe tani një kohë është në nështru PDK-s, sa ka qenë është më thaqe, tani ronë fund pusit, tash e ka pa që nuk është mirë më në nështru po bjenë poshtë, në anën tjetër nuk ka gjetë një leadership të fort, një leadership gudzim shumë, sepse nuk mund është ti me të zoni me pri. Naturisht një lider politik do të me pos shumë veti, do të me konë i meqëm, me vizionare, me pos karizë, me shumë sene, po jo, nuk e konsideroni Lumir Abdixhikun një do të me koni gudzim shumë.